Ne jemi në emergjencë kombëtare. Jemi përtej fatkeqësisë natyrore, përtej fazë përmbytje. Ne kemi kryeministër, një individ me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si ky që dëgjuam dhe pam. Tani e konstatove këtë gjë? Tani po e konfirmon vetë Zoti Rama se çfarë është, shqiptarët duhet të jenë të alarmuar për këtë. Në përmbledhje të gjithçkaje që u përsoll pra në fjalën e tij, pash gjëra shumë interesante. Nga do t'ja nisim, se unë kam shkruar shumë pikë këtu. Nga ta Amanet, ta nisim nga fundi, Amanet, televizionin publik shqiptar, Ministrinë e Jashtme. Në ditën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada është... Pardur aty, do themi që refreni i Zotit Rama, prioriteti i tij ishte plastika. Ndërsa prioriteti i partnerëve tanë, Shtetet e Bashkuara, është narkoterrorizmi dhe ata që bashkëpunojnë me ta. Pra po ecin në kahe të kundërta me interesat e partnerëve tanë, të cilët kanë alarme serioze, prani serioze në Shqipëri, në çdo drejtim, në çdo fushë, sigurisht në luftën kundër këtyre narkoterroristët, të cilët gjejnë firmën, mbështetjen, ortakrinë e zotërisë